hulumtime të kërkim zhvillimit, ku do të përpiqemi që bizneset, njerëzit që kanë talente të veçanta dhe nivelin e intelektualëve, Universitetin e Prishtinës dhe universitetet tjera, t'i parafrojmë mes veti dhe t'i orientojmë drejt shpikjeve dhe drejt zbulimeve tjera. Të dashur miq të RTS, përshëndetje prej sheshit të kryeqytetit. Jemi bashkë me drejtorin e Institutit për Hulumtime Sociale, Emir Hukallën, me të cilën do të flasim për qëllimin e hapjes së këtij institucioni, sa është i rëndësishëm për shoqërinë tonë edhe gjithçka rreth punës që do ta bëjë ky institut. Emir, faleminderit për kohën. Faleminderit që na ftuat. Është fakt që vendimet e shtetit, qeverisë, duhet të bazohen edhe të mirë në bazë të fakteve edhe jo prej supozimeve. Në rrethonat e tilla është shumë e rëndësishme që të kemi institute që mbledhin të dhëna, analizojnë të dhëna në teren, ja përcjellin ato sektorit publik edhe në bazë të tyre formohen politikat për ndryshime shoqërore. Sa është i rëndësishëm ky institut edhe cila është puna konkrete që ka me bë? Pikërisht ky është angazhimi kryesor që mëton ta bëj ky institut, të mbledh dhëna, të hulumtoj çështje të caktuara për të cilat ka nevojë një dikaster i qeverisë së Republikës së Kosovës, një dikaster i ndonjë komune të caktuar, pastaj organizatat shtetërore, në mënyrë që politikat të cilat prodhohen në institucionet e Republikës të jenë politika të cilat bazohen në dhëna të cilat shkelin me këmbë në tokë dhe jo që vendimet të merren vetëm bazë të përvojës dhe në bazë të pretendimeve të zyrtarëve që tek e fundit janë në punës dhe punojnë me logjikën prej 8 deri në 5 dhe nuk pritet që ata t'jenë hulumtues, t'jenë studiues, ata janë realizues politikave, kurse bazën për një politikë të caktuar ne do të përpiqemi që përmes studimeve që do të bëhen në mënyrë shkencore t'u ofrojmë atyre. Cila do të jenë ato të dhëna që do t'i mbledhni edhe ku ka me u përqendru fokusi ju kryesor? Instituti për Hulumtime Sociale, duke u nisë edhe nga emërtimi, kryesisht synon që të bëjë hulumtime në fushën e raporteve sociale, në fushën e mirëqenies së shoqërisë, në fushën e kulturës dhe krahas kësaj lloji angazhimeve që do t'i bëjmë në Institutin për Hulumtime Sociale, duke u nisë nga emri, natyrisht se do ta ketë fokus strukturën sociale të shoqërisë, pastaj kulturën e njerëzve që jetojnë në këtë nënqiell, mirë po krahas kësaj do të kemi edhe hulumtime të kërkim zhvillimit, ku do të përpiqemi që bizneset, njerëzit që kanë talente të veçanta dhe nivelin e intelektualëve, Universitetin e Prishtinës dhe universitetet tjera, t'i parafrojmë mes veti dhe t'i orientojmë drejt shpikjeve dhe drejt zbulimeve tjera. Varësisht prej llojit të temës që do ta trajtojmë, mbledhja e dhënave do të bëhet qoftë me metodat cilësore ose me metodat sasiore, gjithmonë duke i qëndruar besnik të saktësisë të dhënave shkencore, të cilat pastaj do t'i shërbejnë institucioneve. E qysh keni me qenë sigur që dhënat që keni mbledh ju prej terrenit janë detyrimisht sakta? Përveç njerëzve të cilët do t'i realizojnë qoftë intervistat, qoftë mbledhjen e dhënave, ne do ta kemi edhe komisionin i cili pastaj del edhe i vërteton ato dhëna dhe tek pas vërtetimit ne ato e fitojnë vlerën e një dhëne e cila është me bazë shkencore dhe mund të shërbejë institucionit. Qysh mendoni mandej me pas ndikimin në politikat publike përmes këtij angazhimi që po e bëni? Qoftë kur vjen ndonjë çështje për cilën ka nevojë institucioni i caktuar që të ketë informata, qoftë çështje të cilat inicohen prej nesh, do të jenë burimi i këtyre politikave, pra varësisht për asaj se një institucion i caktuar që ka nevojë që të hulumtohet, ne do ta bëjmë këtë punë, por vetë do të marrim iniciativa që të ngrisim çështje për të cilat mendojmë se shoqëria ka nevojë. Po qytetarët a kanë me pas mundësi me pas qasje në hulumtimet që i bëni ju ose në punën që e bëni? Gjitha raportet të hulumtimeve do të jenë publike, jo vetëm për transparencë, por me atë qëllim që sa më shumë qoftë qytetarë, organizata apo institucionet mund të përfitojnë prej tyre. Pra, asesi nuk do të bëjmë asgjë që nuk është në përputhje me ligjin, por gjitha këto do të jenë të qasshme për publikun. A mund na jepni ndonjë shembull konkret të punës që e keni bërë deri tash si institut?
Ne si institut e kemi në realizim projektin e hulumtimit cilësor, i cili titullohet Procesi i dekolonizimit të Kosovës nga Jugoslavia, ku po përpiqemi që përmes 10 intervistave, të cilat i përfshin fusha të ndryshme të jetës dhe njerëz që kanë qenë pjesë e këtyre proceseve, para lexuesit shqiptar, por edhe atij ndërkombëtar, përmes njerëzve që kanë qenë pjesë e procesit dhe që i ndajnë kujtimet e tyre në këto intervista, lexuesit mund ta sheh se si, për shembull, Universiteti i Prishtinës ka kontribuar në dekolonizimin e Kosovës, si ka kontribuar UÇK-ja, LDK-ja, pastaj mërgata, mediat, protesta si forme organizimit politik dhe në këtë mënyrë duke i përfshirë 10 aspekte, ne do të ndërtojmë një libër i cili pastaj do t'jipet në shërbim që të lexuesit shqiptarët mund ta lexojnë atë, për krahas kësaj e kemi synim që këtë libër ta përkthejmë edhe në anglisht, arabisht dhe turqisht dhe t'i shpërndajmë në ambasadat e Republikës së Kosovës që janë nëpër shtete të ndryshme, që pastaj njerëzit që kanë interes ta njohin këtë proces të shkëputjes së Kosovës nga Jugoslavia, të mund t'i lexojnë këto ndodhi, këto ngjarje, këto procese përmes protagonistëve që kanë qenë autorë të këtyre veprimeve. Një kontribut shumë dimensional. A keni mendu me bashkëpunu me organizata tjera jo qeveritare? Nëse në ofrohet ndonjë mundësi me institute që bëjnë hulumtime të tilla, ne gjithsesi do të jemi të hapur, por gjithashtu ne do të marrim iniciativa që vetë të vizitojmë institutet që bëjnë punë të ngjashme me ne dhe të shohim mundësitë për projekte të përbashkëta me ta. Krejt në fund, cilat kanë me qenë përfitimet e qytetarit prej krejt kësaj pune ose këtij angazhimi? Çka konkretisht kanë përfituar ata që pëndojnë kohën më na pa neve? Qytetari politikën e cila realizohet dhe prek jetën e tij të përditshme, do ta ketë një politikë e cila ka bazë në hulumtim, e cila ka bazë në dhëna të cilat shkelin me këmbë në tokë, jo në hamendje, jo në pretendime, jo në supozime. Në këtë kuptim, duke pa rëndësinë e ndërtimit të një politike të caktuar, cila bazohet në dhëna, ne po përpiqemi që ta kryjmë këtë pjesë të obligimit që e kemi marrë përsipër vullnetarisht. Mirë, unë të falenderoj shumë, edhe po shpresoj shumë që edhe keni staf adekuat për këtë punë, edhe kam ju shku mbar, edhe si shoqëni kemi me përfitu prej këtij instituti. Ju falenderoj që na dhat mundësinë që me shikues t'i prezantojmë projektet dhe idetë tona. Edhe ne këtë punë kemi ndërmarrë me vetëm qëllim që t'i shërbejmë të mirës së përgjithshme. Të dashur shikues, ju falenderojmë të gjithëve që ishit bashkë me neve, tu shpresu që gjithmonë kemi me promovu gjëra të dobishme. Faleminderit.